fillojmë. Atyre të nderuara media, të nderuara gazetarë, të dashur qytetarë, sapo pam se përfunduan pa sukses 2 seanca të rëndësishme për vendin në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e parakohshme. Ishim të gjithë dëshmitar se deputetët e opozitës nuk marrën pjesë në seancën e ftuar për të votuar presidentin e vendit dhe as nuk dhanë asnjë nënshkrim apo ndonjë propozim në lidhje me një president konsensual. Besoj kemi përcjell të gjithë gjatë këtyre ditëve, lëvizjave vendosje ka qenë e gatshme që të mbështesë gjithësisht të jap nënshkrimet për kandidatët të cilët do të mund të vinin si propozime nga LDK-ja apo nga PDK-ja, por po ashtu kemi hapur diskutimet dhe kemi qenë të gatshëm të mbështesim ndonjë me nënshkrimet tona dhe të diskutojmë për ndonjë kandidat konsensual jo partijak. Për te kësaj, paraprakisht pam edhe seancën ku proceduam ndryshimet amandamentuese për kushtetutën në mënyrë që presidenti të mund të zgjidhej me votat e qytetarëve, pra direkt nga populli. Dhe edhe aty e pam që përderisa PDK-ja ishte, të me thonë, e deklaruan që nuk do të mbështesin me vot, LDK-ja deklarativisht kryetari e përmendi që do t'japin mbështetjen me vot, ndërkohë që deputetët tjerë me deklaratat të tyre patën qëndrime të ndryshme dhe po ashtu nuk ishin të pranishëm të 15 deputetët e LDK-s. Kjo qasje vetëm e dëshmon edhe një herë për tendencën